Si të emisionit Miraj, po takohemi edhe këtë premte bashk, këtu në ekranin e televizionit të shtatë. Emisionin sot e nisim me një personazh që nuk del shpesh në intervista. E kam fjalën për Sinan Vllasaliun, i cili vjen dhe na tregon më shumë për karrierën dhe jetën private. E ndjekim bashkë në vazhdim. Sinan Vllasali është ndër ata këngëtarë që ka rezistuar kohës, edhe pse shumë vite në skenë, ai vazhdon të pëlqet dhe dëgjohet njëjtë si kur ditën e parë. Jemi mësuar ta shohim shumë rrallë në intervista, por kësaj radhe jam boshë mendjen. E për mungesën në për intervista, ai ka një arsye. Si s'ka që me thonë. Sa i përket planeve muzikore, Sinani tregon se shumë shpejt do të vijë me diçka më ndryshe. Projekti jo se jam inxhinier. Kem disa këngë, shpresoj që shpejti, gjatë si zakonisht gjatë fund vitit do të dalim, të shohim. Presim diçka pak më ndryshe, të shohim. Ndërsa sa i përket bashkëpunimeve mes kolegëve, këngëtari ka një përgjigje mjaft interesante. Kolegëve po, unë e ko ble helmin më të mirë të më shumë. Si pas Sinanit, koncertet në vend kanë vdekur, por çfarë bën atë të mendoj kështu? Unë po mendoj që si janë koncerte atë në mbrëmje, mendoj që koncerti ka vdek, mjeresht të ndihmu, edhe shteti edhe populli krejt kanë ndihmu me vdek koncerti. Koncertet kanë vdek, shpresoj që një ditë ka mu ringjallë vetë dijat e njerëzit edhe me koncerti është diçka tjetër zemrem. Shënjeri ullet e merë familje shka në këshyr një koncert. Na jemi shtu dhe harë zhurë më të i bo. Sigurisht që gjyshirit ka një raport të veçantë me nipat e mbesat, e Sinani na flet më shumë për rreth mbesës dhe nipit të tij. Ajo është pozicioni ku njeriu kur krejt të bohen gjanat edhe ti dikur kthehesh në veten e vogël, në trajtën e tjetër. Ti del bëhesh fëmijë pra. Domethënë se fëmijët janë qenia më e mirë botë dhe janë më të sinqertit. Kështu që me ata mund me diskutu këtë çka menon e thu, ata ta pranojnë se s'ta pranojnë. Domethënë është një shprehje e mirë e madhe shqiptarët e kanë një shprehje të mrekullueshme, mos e losh Zoti kërkon pa fëmijë. Edhe pa nipa e pa mesë. Ndërsa kur bëhet fjalë për bashkëshortën të Utën, ai ka një përshkrim interesant. Pas si mbretëresh e Ilirëve. Shumë shpesh e kemi parë që këngëtari poston foto në rrjetet sociale së bashku me vajzën, duke shoqëruar kështu shpesh herë me fjalët më të bukura për të. Në qysh, prap është fjala edhe konga e mrekullueshme ku shka vajzën botën ka. Vajzat janë si macat, hin lkur, din me dash, din me lyp, din me dhon, din me qenë atëherë kur të duhet. Dhe ajo është pasuni shumë e madhe. Hitet e tij të dikurshme kur dëgjohen edhe sot sërish kanë të njëjtin efekt tek publiku edhe pas kaq shumë vitesh. Por si ndihet Sinani për këtë fakt? Ky fakt më bën me uni shumë mirë, sepse mjerisht muzika është në një situatë konfjuze, sa që as ata që i bojnë, as ata që i ndëgjojnë, as ata që i shkruajnë nuk po dinë më çka u bë. Është komplet një mix. A di çysh është kur e bën një gjell dhe ti gjithmonë ngon diçka. Është teksti dopt ose konga e mirë, ose këngëtari ose diçka gjithmonë ka ardhur një periudhë shumë mendoj që duhet me pas një lloj spastrimi në rrjet. Në tekste, në muzikë, në aranzhman, në pikpamje, në gjithçka. Mendoj që pikërisht kjo është temë pak më e gjatë, shumë temë më e gjatë, por me fol këtë temë disa sa rroll po bëhen këngë, shumë rroll ka këngë. Për fund, Vllasaliu tregon se cilën prej këngëve të tij e veçon më shumë. Vete mamin edhe babin, cili fëmijë don më shumë. Shtirësh mi do këngë, të janë mirë. Te une është ndikimi i periudhave.
Në momentet, mu çdo herë një këngë që e ndëgjoj, më kthen në periudhën kur kam rënu. Ose në periudhën para luftës, mas luftës, periudhat e kohës. Ajo është që të bën diçka me të kthy, edhe të bën nostalgjik, edhe të bën me pas një dashuni, në kontinuitet me mujt me u zhvillu. Domethënë mos me nal, me mujt me zhvillu momentin çastin, gjithçka, dashunin, dhimbjet, humbjet, jetën sociale, jetën patriotike, gjithçka është aty me ty. Dhe që ajo është konga ma e mirë që është me ty, e dikush u rrit me ty edhe me konga. Ajo është suksesi i çdo këngëtarit që e ka një kongë me të cilën unë e them e ka një vulje. Kjo mendimi jam.